Me vërtet Islami është një fe që urdhon për drejtësi dhe panshmëri. Sa që në mëson i lartë madhërishme që me gjyku me drejtësi edhe nëse është kundër vetes tonë, apo prindëve tonë, apo farefisit. Pa e marrë parasysh a është e afërt apo i lartë, apo i pasur apo i varfër, apo udhëhec apo civil, çfarë do qoftë, duhet me pranu të vërtetën. Dhe mos pranimi të vërtetës është prej gjëra më të këqija që mund t'i bëjë njeriu. Saqë ai person i cili nuk e pranon të vërtetën, rrezikon që asnjëherë të mos e udhëzojë atë Allahun në rrugën e drejtë. Sepse kemi një ajet të Kur'anit në cilën i lartë madhëshmi thotë: "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra." Ne ja urrëtullojmë atyre zemrat e tyre dhe sytë e tyre ashtu siç nuk kanë besu herën e parë, dhe i lëm që të bredhin në verbrin e tyre. Pra shiko, Allah i madhëshëm këto po tregon që këta njerëz i rrotullon zemrat. Dhe këta nuk qëndrojnë me një parim, ndryshojnë ideologjitë vazhdimisht, nuk janë stabil në qëndrimet e tyre dhe i rrotullon hera nej, her knej. Pse? Thot ashtu siç nuk kanë besu herën e parë. Pra herën e parë kur i ka ardhur e vërteta, nuk kanë besu, dhe kështu Allah i madhëshëm i lën që të bredhin në verbrin e tyre, në për errësira. Ka ma mjerim se me jetu në errësirë gjithkohën. Se shikoni diellin çfarë do bie, ashtu është e shpallja për shpirtin, sikur dielli për sytë e ballit. Prandaj duhet pranuar të vërtetën. Ky është mësimi, duhet pranuar të vërtetën, kujdo qoftë. Nuk duhet gjykuar gjërat në formë emocionale. Këta njerëz janë shtu shumë me keqardhje, shumë i gjykojnë gjërat me formë emocionale. E shikojnë kush thot, jo çka thot. Më shumë e shikojnë cili person fol, nuk e shikojnë a është e vërteta sa është. Nuk është kjo drejtësia. Duhet me pas mendim kritik, me pranu të vërtetën, pe kujt do qoftë, dhe me refuzu të kotën, edhe nëse ki njeriun më të afërt, alata, çka do qoftë. Prandaj, t'jemi për atyre që mojnë drejtësi dhe pranojnë të vërtetën.